Të dielën e sotme Kisha Ortodokse kujton dhe kremton të gjithë shenjtorët në mbar botën në të gjitha kohrat. Kjo e diel është dita e triumfit të krishtërimit ndaj përndjekjes, persekutimit dhe martirizimit. Shenjtorët janë heronjtë e besimit, ata me heroizëm, guxim, paqe, mirësi dhe dashuri deri në sakrifikim treguan dhe shpallën besimin e tyre të palëkundur ndaj Perëndisë. Apostulli Pavli në pjesën e apostollit që lexohet sot rrëfen torturat e tmerrshme që pësuan martirët e Kishës për shkak të besimit të tyre te Krishti. Ata u burgosën, u vranë me gur, u sharuan, u torturuan, vdiqën prej thike, ju pren kokat dhe të gjitha këto i pësuan për dashurinë e Krishtit. Këto shenjtor pohuan Krishtin me fjalë, me vepra dhe me jetën e tyre, duke u martirizuar. Të gjithë shenjtorët që kremtojnë sot japin dëshminë njerëzve të gjitha kohërave për Perëndin. Për 2000 vjet Kisha është vaditur me gjakun e martirëve. Kjo është arsyeja pse të krishterët ortodoks i nderojnë dhe i kujtojnë shenjtorët. Ata janë si një far orientues për të drejtuar njerëzit tek Perëndia. Të krishterët ortodoks nuk i adhurojnë shenjtorët. Adhurimi i përket vetëm Perëndisë. Triadit, shenjtorët nderohen për jetën dhe veprën e tyre dhe besimtarët ftohen të imitojnë ata për t'u bërë të ngjashëm me ta sipas hirit. Dita e sotme përcjell mesazhin e rëndësishëm se të gjithë njerëzit janë të ftuar të bëhen shenjtor me hirin e Krishtit.